Në gjykatën themelore në Prishtinë është ndërprerë energjia elektrike. Pas pak pritet që të fillojë seanca gjyqësore ndaj të akuzuarve për rastin e 400 kg kokainë, Izet Sheshiri Kadri Sheshiri, Faton Vrajolli Kadri Ibrahimi dhe Fehmi Bëtyçi. Prokuroria po akuzon se përmes kompanisë Moco Food kishin lidhur marrëveshje me një kompani SEAR për importin e produkteve të mishit të pulës së ngrirë, por sipas prokurorisë në to ishin vendosur substanca narkotike. Në këtë seancë do të jep dëshminë e tij Izet Sheshiri, pronari i kompanisë Moco Food. 5 të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale të cilat po vihet në mbarë nga prokuroria, ndërsa i akuzuari Izet Sheshiri kishte thënë se ndihet fajtor vetëm për veprën penale armbajtje pa leje. Sipas atë akuzës të akuzuarit, përmes bashkëpunimit me persona nga shteti i Brazilit, duke shfrytzuar kompaninë Moco Food, kanë lidhur marrëveshje me kompaninë SEAR që importin e produkteve të pulës së ngrirë dhe në brendi të pakove është vendosur substanca narkotike. Kjo substancë llojet u gjet më 17/5/2021 në një sasi prej 400 kg.